Shiatiku në vetvete është një problem dytësor dhe jo një problem parësor. Që do të thotë, shumica e njerëzve gjithmonë mundohen të bëjnë stretching pjesën e kofshës dhe pjesën e pasme. Teorikisht nuk është gabim, po siç thash, është një problem dytësor, kështu siç shihet. Në fillim ose në zanafill të problemit mund të shikojmë pak më tepër. Atëherë, dalet e shiatikut vazhdojmë tek pjesa lumbare dhe pjesa e sakunit të poshtëm, ja? Si shikohet këtu. Atëherë, ne duhet të krijojmë disa ushtrime, të cilat e bëjnë të mundur lirimin e këtij nervi, që në fillim. Dhe më tej mund të vazhdojmë me problemin dytësor, siç ju e dini, që janë djegjet e nervit mund të shkojnë deri në fund të këmbës. Marrim dhe modelin tjetër, ku mund të shikohet qartë. Këtu është zanafilla e nervit. Dhe siç e shikoni, që këtu ju mund të bëni disa ushtrime, për shembull mobilizimi, duke mobilizuar vertebrat e juaja, që në mënyrë nervi të ketë sa më shumë hapësirë. Në momentin kur nervi është mjaft i shtypur, atëherë ju mund të bëni çfarë do në pjesën e pasme, stretching etj, nuk do të liroj, por përkundazi edhe mund t'ju shkaktoj akoma më shumë probleme. Kjo është një faktor pse ju nuk shëroni kaq shpejt nga shiatiku. Për më tepër, na ndiqni në kanalin ton. Kalofshi mirë.